Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Ndo, si dhe zëvendës kryetari i Bashkisë Shkodër Alban Preka, kanë inspektuar investimin i cili përfundoi disa ditë më parë dhe rikthei ndriçimin rrugor në 4.2 kilometra të aksit Stomgolem Postrib. Jemi sot në inspektimin e kryerjes së punimeve për sa i përket ndriçimit të rrugës së mbikalimit të Golemit deri tek Uramesit. Janë rreth 4.2 kilometra rrugë, të cilat i shërben të 2 njësive administrative, përveç këtyre janë 3 njësi të tjera të zonës së Dugaxhinit, si urlidhëse midis këtyre njësive administrative. Ky investim në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut u realizu në një kohë shumë të shpejtë, rekord mes 2 institucioneve, me punojësit e bashkisë patjetër në shërbim dhe me orare të zgjatura në mënyrë që të vënë këtë investim në punë sa më shpejt dhe në prag të festave të kishim ndriçimin e munguar për këtë komunitet. Rruga e ndërtuar në vitin 2015 mbeti pa ndriçim pak muaj pas përfundimit, pasi rrjeti elektrik u dëmtua pas vjedhjes së kabllit. Komuniteti i zonës kishte kërkuar ndër vite ndërhyrje dhe kjo u realizua 12 vite më vonë, pas përfundimit të projektit që Këshilli i Qarkut të Shkodrës financoi në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës, duke rikthyer normalitetin në një nga zonat të frekuentuar që ishte kthyer në makt për lëvizjet gjatë natës.